Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni tortë trufel. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire ju nevojiten këto prodhime: 2 vezë, 2 lugë sheqer, 1 lugë miell, 1 lugë kakao, 300 gram çokoladë të hidhur, 500 ml rum, 50 ml liker amaretto, 1 filxhan kafe e zier, 500 ml shtalp. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 60 minuta. Thyejmë vezët në enën për përzierje. Shtojmë sheqerin. I rahim me mikser. Pasi i shkrihet sheqeri, fikim mikserin. Kakaon e shtojmë në enën me miellin. Përziejmë me lugë. Edhe miellin e shtojmë në enën për përzierje. Përziejmë me lugë derisa të bashkohet masa. Në kallëpin drejt këndës shtrojmë 1 letër. Brumin nga ena për përzierje e derdhim në kallëp. Rafshojmë sipërfaqen. Kallëpin e vëmë në furrë. Pjekim 20 minuta në temperaturë 200 gradë. Ndërkohë përgatisim kremin. Thyejmë çokoladën dhe e vëmë që të shkrihet mbi avull. Në tenxhere hedhim nga shtalpi. Tenxheren e vëmë në zjarr. Shtalpin e nxehtë e shtojmë në enën në të cilën shkrim çokoladën. Në enë shtojmë rumin dhe amareton. Shtojmë edhe 2 lugë kafe të zier. Përziejmë me tel kushine. Pasi shkrihet çokolata, enën e heqim nga zjarri. Marrim disa lugë nga kremi dhe vëmë në një enë tjetër. Kallëpin me brumin e pjekur e nxjerrim nga furra. Shtalpin e mbetur e vëmë në enën për përzierje. E rahim me mikser derisa kremi pana të fitoj densësinë e duhur. Kremin e ftohur e shtojmë në enën për përzierje. Përziejmë me lugë derisa të bashkohet masa. Me thik lirojmë skajet e pandispanjës nga kallëpi. Pandispanjën e kthejmë nga prapa në tavolinën e punës. Ja largojmë letrën. Pandispanjën e kthejmë nga fytyra. Sipër pandispanjës vëmë kremin pana. Tër pandispanjën e mbulojmë me krem. Trufel tortën e presim në copë me trashësi prej 2 cm-sh. Me lugë sipër copëve të tortës hedhim nga kremi i çokoladës që i lëm anash. Copët e trufel tortës i rendisim në pjatën për ëmbëlsira.
Me këtë ëmbëlsi rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund pijeni një filxhan kafe të shishme. Ju bëf të mirë.